Të halë kenar gjithë, këtë cili është si familje kenar, to që në përmyt edhe vjetë që të hapë ju kanali, kena ardhë në në ku, e s'ka njëri me hapë kanalin. Pra, dhe të me ardhë që s'ban me shkur kanali me hapë, shukra konë. Ashtu edhe një kanal ma tonë, se ko hapë një levazh në rrugë, edhe do hapë komplete, të shky, komplet kanali. Këtë tuba janë vendos privatisht edhe janë shumë vezhel, ose janë vendos ma lartë. Që për shembull kjo këtu është vendos shumë lartë, në kratë tjetër është shumë i ulët. Edhe do të nëjë dorë shteti këtu se për ndryshe këtu a shumë problem. Që t'jetësh me frigën e ujtë. Çdo ditë nuk është kusht tjetër vetëm këta kolektorë që janë të muluam e s'ka rrugë kalim as i fije. Po, a kjo shifet vetë prej këtu. E tek tjena atje që është kolektori, atje s'ka nevojë. Shka aty shije kolektorin, kush e ka blokue, kush se ka blokue. Me kanale, me tjera, me gjitha, ato i japin emnin secili. Na jena të papërgjegjshëm, na se vim këtu e flasim ata që sa. Po na po flasim sot për një diçka që janë 4 ditë sot që jemi zgjuar. Ka vuni tubi shindë aty, edhe me ai tub është blokua, është fut llomi edhe ka marrë gjithçka. Të hapen la kolektor, të hapen rrugë kalimet, ka kanë qenë. Është hera e dytë që na ka ndodhur, më vjen para 2 ditësh kur kemi erdhur këtu, uji ka qenë më shumë se gjysmë metër, rreth 60-70 pond. Po kështu ka ndodhur dhe herën e parë, gjitha makineritë me fjalë i kemi gjetur duke lundruar në ujë, edhe kanë dalë jashtë funksionit pothuajse të gjitha. Po nga ka se ka ardhur kjo problem, nga ku erdhi? Mendoj nga kolektori. Po thuhet që është bllokuar një aty, nuk e kam idenë se ku, po thuhet që është bllokuar diku këtu në tutje nesh.